Funksionim në shpërputhje me kërkesat ligjore për njësinë minjerat me flotacion Kopaunik Leposavić ka gjetur zyra kombëtare auditorit në ndërmarrjen Trepça. Në raportin auditimit financiar për vitin 2024, ZK-ja gjen se kjo njësi biznesore e Trepçës përdor dy numra unik për identifikimin e veprimtarisë. Nuk zbaton sistemin unik të kontabilitetit dhe raportimit financiar të ndërmarrjes, vepron me llogari bankare të pavarura në emër të subjektit Trepça ndërmarrje në administrim të AKP-s, jashtë sistemit bankar të Trepça SHA dhe nuk posedon në llogari bankare të hapura sipas kërkesave të ligjit për Trepçën. E për funksionimin e kësaj njësie jashtë strukturës organizative, ZK-ja konstaton se përbën mos përputhje me dispozitat ligjore dhe se rrezikon deformimin e pasqyrës reale financiare të ndërmarrjes. Krahas kësaj, auditori gjen se në njësinë në Leposavić ka dallim mes numrit të punëtorëve të deklaruar në administratën tatimore dhe në regjistër të personelit. Lidhur me sistemimin e punëtorëve në vende të punës, ZK-ja evidentoi shkelje edhe në njësinë biznesore në Stantërg. Kemi verifikuar se 41 punonjës të cilët me kontrata janë sistemuar në një vend pune të caktuar gjatë vitit 2024, ata kanë punuar në një vend tjetër pune në kuadër të njësisë biznesore. Po ashtu janë identifikuar mangësi sa u përket pozitave të punës për shkak se 21 punonjës mbajnë pozita të cilat nuk janë të parapara me rregullorën për sistematizim. Për këto gjetje të auditorit, të martën reagoi deputeti nga radhët e Partisë Demokratike Ferhat Shala. Raporti auditorit të përgjithshëm i konfirmon të gjitha pretendimet tona për gjendjen e ndërmarrjes Trepça dhe i demanton skajshmërisht qeverinë, Ministrinë e Ekonomisë dhe Menaxhmentin e Trepçës për politikat që janë ndjekur në dëm të kësaj ndërmarrjeje. Gjendja në Trepçë nuk ka qenë kurrë e rëndë. Shifrat tregojnë qartë, de facto dhe de jure Trepça është para kolapsit. Shkelje ZK-ja ka gjetur edhe në mospërdorimin e sistemit të e-prokurimit për menaxhimin e kontratave dhe në vlerësimin e performancës së kontraktuesve.